Pasi kemi ndjekur edhe pikën e fundit të vallëzimit nga Dance with Tringa, jemi kthyer në studio. Unë thash në fillim të emisionit që emisioni i kësaj të diele i dedikohet fëmijëve. Kur është dita e fëmijëve, përveç që lutemi që ata të kenë shëndet, përveç që përkushtohemi që ata të arrijnë qëllimet e tyre, një përgjegjësi e madhe e prindërve dhe mbikëqyrësve të fëmijëve është edhe vendimet që marrin për të ardhmen e tyre, siç është shkollimi, ku ka më mirë se t'i bëjmë një dhuratë të mirë, shkollimin e dur fëmijëve që nga fëmijëria e hershme, nga qëndrimi ditor, kopshti, parashkollori, klasa e parë e tutje pastaj. Unë fëmijëve të mia u kam bërë dhuratë shkollime në shkollën finlandeze dhe kam pa të arsyeshme si zgjidhja më e duhur për të ardhmen e tyre më të mirë. Natyrisht që gjanat e mira i ndajmë të tjerët. Koha e regjistrimeve ka filluar ka kohë, por që kemi ende pak vend dhe numër për fëmijë të tjerë që kanë hapësirë me u regjistru në shkollën finlandeze dhe me përfitu prej programeve të shumta. Natyrisht për me na fol më shumë për programet dhe çdo gjë që tjetër ofron shkolla finlandeze, kush më mirë se zyrtarja për komunikim Edlira Dibrani Sqaron, të cilën e kam në studio. Mirë se erdhe Edlira. Shumë kënaqësi me të pas në studio dhe shumë kënaqësi me bashkëpunu për një mision të shajtë, siç janë këtë rast fëmijët e mi, por edhe fëmijët e krejt atyre që na ndjekin. Është misioni që më duket më i shenjtë, edhe që më shumë të kërkon përkushtim, kohë, edhe vullnet si nga ana e prindërve dhe nga ana e mësimdhënësve, kështu që është një përgjegjësi goxha e madhe që na e kemi. Absolutisht, dhe po e bëni me përpikmëri, ta themi ashtu. Edlir, unë e di që kur mendojmë çka t'i dhurojmë fëmijëve, në fokus e kemi gjithmonë të ardhmen e tyre, është përgjegjësia jonë. Edhe thash, në ditën e 1 qershorit, hajde të mendojmë një dhuratë mirë për fëmijët, siç është regjistrimi dhe programet janë të ndryshme. A mundesh pak më na tregu? Po, sigurisht, tek shkolla finlandeze, sigurisht është një qasje ndryshe edukimit, ku është qasja krejtësisht finlandeze, nga ajo çka jemi mësuar me ndëgju, finlandezët njihen me sistemin e tyre të edukimit më të mirë në botë, edhe vazhdimisht renditen të parët, sidomos tek vlerësimet si PISA, po edhe vlerësimet evropiane e botërore. Është një qasje shumë e veçantë, sidomos për prindrit vendas, kur e shohin që fëmijët në fakt e shijojnë shumë shkollën dhe kanë dëshirë me shku në shkollë. Është një proces i cili është shumë interaktiv edhe praktik për fëmijët, nuk është monoton, nuk është një qasje tradicionale si që jemi mësu ne me mësu përmendsh, është një qasje më inovative, e cila e nxit kreativitetin tek fëmijët, e zhvillon imagjinatën e tyre, ku sidomos në nivelet e hershme të fëmirisë është kyçe që ata me stimulu kreativitetin, edhe mandej gjithçka tjetër e cila zhvillohet në shkollën tonë, çdo njësi mësimore, është gjithmonë praktike, është interaktive për fëmijët, edhe është shumë interesante, gjë që i angazhon edhe fëmijët në proces të mësimit, domethënë nuk janë pasiv në mësim. Dhe kjo ka të bëjë me të dy, edhe me programin Impact, të gjitha këto aktivitete, të gjitha këto çka i përmendin në pika, janë në të dy sistemet? Po, pra ne kemi 2 programe, është programi ndërkombëtar, i cili zhvillohet me plan programe dhe kurrikul finlandeze, zhvillohet në gjuhën angleze dhe ka një qasje më të personalizuar të mësimit, për shkak se edhe plan programi i cili ofrohet është krejtësisht finlandez, dhe në të njëjtën kohë kemi edhe programin Impact apo vendor, i cili ndjek plan programin edukativ të Ministrisë së Arsimit, po me një qasje finlandeze ma praktike. Po, a ka ende kohë për regjistrime të cilat klasë janë numri pak më i limituar që duhet mos me hup shumë kohë prindrit? Zakonisht klasa e parë është hapësira ku plotësohen numri më shpejt. Këto nivele tranzicioni klasa e parë, e 6-a e 10-a. Zakonisht tash edhe pak ditë, si me thonë, kam 15 qershori veç se mbyllen regjistrimet, për shkak se pastaj janë pushimet verore, planifikimet për vitin e ri akademik, kështu që deri atëherë i kemi të hapura regjistrimet, kushdo mund të na vizitojë edhe në shkollë. Tash edhe për ditën e fëmijëve kemi pas disa aktivitete, disa organizime, kështu që mund të vinë edhe ta shohin nga afër se si është një ditë në shkollën. Po. E shohim shumë shpesh edhe në rrjetet sociale, por edhe nëpër media të ndryshme që shkolla finlandeze është renditur në top 10 shkollat më të mira në botë. Besoj është shumë sfiduese me qenë, por edhe me mbajt vendin, sepse ndoshta edhe arrihet disi, po tani me mbajt është goxha problem.
Ai ka qenë një çmim të cilin shkolla e ka fitu vitin e kaluar, pra jemi zgjedhur në mesin e 10 shkollave më të mira në botë në kategorinë e mbrojtjes së mjedisit. Është një pjesë kyçe e kurrikulës edhe edukimit tonë që fëmijët kujdesen për ambientin, të krijojnë çësje inovative ndaj saj, edhe shkolla jonë me 9 shkolla të tjera janë zgjedhur në mesin e 10-shës në tërë botën. Ato kanë kandiduar me mira shkolla anë mban botës. Ne kemi qenë në mesin e pak atyre që janë edhe nga Evropa, se lemo nga Kosova. Ka qenë një arritje shumë e madhe për neve, për shkak se kemi arrit me sjell një sistem shumë inovativ të Finlandës në Kosovë. Mandej kemi pas edhe një mirënjohje edhe nga Ministri i Edukimit finlandez, nga Finlanda, nga producentët e CNN-it, që jemi duke bërë një punë të jashtëzakonshme me fëmijët, për shkak se po mundohemi me eduku edhe për shumë çështje të tjera të cilat janë globale dhe janë aktuale. Jo vetëm në anën akademike, në përditshmëri që ka mësojmë, mirë po edhe gjërat e tjera të cilat ju duhen që të jenë individ global, që të shohin çka ka jashtë shkollës. Një pikë e dobët e prindërve çdo herë mbetet ushqimi dhe të ushqyerit, pavarësisht gjitha të mirave dhe çdo gjë që e shpjegove edhe për kurrikulën, edhe për sistemin, edhe për frymën e punës, edhe çdo gjë tjetër, gjithmonë është edhe ajo pyetja e ushqimit. E keni menduar mirë edhe këtë pjesë për të gjitha ato kategori të fëmijëve, edhe ata që kanë alergji të ndryshme, edhe çdo gjë tjetër. Po, pjesa e ushqimit është pjesa kryesore, kisha thënë, në zhvillimin e fizik të fëmijës edhe të shëndetshëm. Fëmijët sigurisht ju shërbehet ushqim i freskët edhe i shëndetshëm çdo ditë në shkollën tonë. Kemi kuzhinën e cila operon gjatë tërë kohës, edhe ofrohet vetëm ushqim i shëndetshëm, jo fast food, jo ushqime të cilat janë me vajra, me sheqerna të dëmshme për fëmijët. Gjithçka që shërbehet dërgohet me meny javore tek prindrit, i shohin opsionet e lloj-llojshme të cilat i kanë opsione vegetariane, kanë opsione të cilat janë pa gluten, nëse kanë alergji fëmijët, po pjesa e ushqimit të shëndetshëm është shumë e rëndësishme për shkak se ajo ndikon në fokusin, vëmendjen e fëmijës, në zhvillimin fizik të tyre, që është diçka që ne e marrim me kogja seriozitet edhe që ndikon shumë edhe të procesi mësim-nxënjes. Dhe ndryshon shprehjet e fëmija, sepse e di që ka fëmijë, ndoshta për shkak dinamizmit prindërve, dojnë më shumë fast foodin ose ushqimet jashtë, dhe ndrojnë shprehi, ndoshta në fillim kanë ankesa jo nuk po m'haj sigurisht por shprehia pastaj ndryshohet edhe është në të mirë të tyre gjithsesi. Po, ajo është edhe qëllimi që për shkak se ne jemi një institucion edukativ që të ndërtojmë shprehi të mira të fëmijëve, jo vetëm nga ana e shëndetit, po edhe nga ana e shprehive, vlerave të cilat ata i ndërtojnë, respektin ndaj të tjerëve. Ka shumë aftësi të tjera të cilat ata ju ekspozohen në përditshmëri, edhe është një ambient në të cilin kalojnë një kohë shumë të gjatë, edhe si ne thonë fëmijët janë si shpuza ashtu, e thithin gjithçka që e shohin nga të rriturit, kështu që siç e thash në fillim është një përgjegjësi shumë e madhe cilën e marrëm me shumë përgjegjësi. Ajo çka do doja të theksonim Lira është edhe fakti që prindrit janë të çastshëm edhe në notat e fëmijëve, edhe në komunikimin e përditshëm, në aspektin që mund të shohin vjushmërinë e çdo gjë tjetër, krejt kjo online përmes sistemit që e keni. Po, domethënë prindrit munden më qas edhe me pa vazhdimisht se fëmijët çka janë duke mësu, aktivitetet cilat janë duke i ndjek, detyrat e shtëpisë, vlerësimet, aktivitetet që po bëhen brenda klasës, po edhe komunikimi me mësimdhënësit që është shumë e rëndësishme me pas komunikim të vazhdueshëm, qoftë për sfidat të cilat fëmijët i kanë, për ndonjë sukses, është shumë e rëndësishme bashkëpunimi apo trekëndshi shkollë, shtëpi edhe fëmijë, kështu që është shumë e rëndësishme me zhvillu atë komunikimin e shëndosh me prindër që fëmija vazhdimisht me pas progres. Po, e di që shpesh, ndoshta pyetjet e shpeshta të prindërve kanë qenë pse me teknologji. Shumë mësohet me teknologji në shkollën finlandeze. Ndoshta që mos me deviju biseden, ka edhe libra dhe fletore, por shumica e programeve, detyrave, sistemeve ku profesori e shet direkt nxënësit duke punu, janë online përmes iPad-ave që kanë.
Po, është shumë e rëndësishme pjesa e zhvillimit të aftësive digjitale, po e shohim edhe se si është duke ndryshu bota, zhvillimi i inteligjencës artificiale, është një kohë të cilën fëmijët gjithsesi duhet zhvillojnë aftësi digjitale, qoftë programimit, kodimit, mandej zhvillimit të softwareve të ndryshëm, lojrave, për neve është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojnë gjërat të cilat janë aktuale, edhe që mundin me qenë profesionet e tyre në të ardhmen. Kështu që nxënësat sigurisht e kanë kohën e limituar në të cilën ata kanë me zhvillu detyra apo projekte me iPad-a, nuk është diçka në mënyrë të pakontrolluar që ata kanë qasje, edhe kanë qasje vetëm për platformat edukative të cilat shkolla i zgjedh posaçërisht për lëndë specifike. Sigurisht e kanë edhe pjesën praktike, të eksperimenteve, laboratoreve, gjërat praktike të cilat i zhvillojnë, po edhe pjesa digjitale është një komponente shumë e rëndësishme. Po, dhe ajo që doja të theksoja si ndryshim prej shkollave tjera në Kosovë, është që s'ka rëndësi stina, fëmijët e kanë 15 minutë pas çdo ore, po e them në thojza obligativ që të marrin ajër të pastër jashtë. Është njëra prej komponenteve më të rëndësishme të zhvillimi fizik i fëmijëve edhe i shëndetit të tyre, qoftë duke ra borë, shi, qoftë nëse është ngratë, fëmijët duhet me dalë pas çdo ore të mësimit, me qenë fizikisht aktiv, me socializu me tjerë, me eksploru natyren, ndikon shumë edhe te zhvillimi i fokusit edhe i vëmendjes kur ata kthehen në mësim, për shkak se vëmendjen e kanë shumë atë zhvilluar. Nëse qëndrojnë vetëm brenda klasës, atëherë edhe bëhet monoton për ta, kështu që është një energji shumë e mirë të cilën e kanë pas pauzave. Po mundohem që të specifikoj veçoritë të cilat përveç që e dallojnë dhe e bëjnë diferencën, janë edhe pikë dopte prindërve, se secili prind i don këto me i ditë, ushqimin, oraret. Ajo çka tjetër është shumë rëndësishme sepse shqetësimi më i madh i prindërve të gjeneratave të sotme janë çantat dhe librat e rënda të cilet fëmijët edhe po kanë probleme me shpinë pastaj. Këto e keni menduar përmes dollapave që i kanë fëmijët dhe marrin vetëm ajo çka ju duhet e shtëpia? Po, zakonisht prindërit edhe fëmijët munden me lanë librat edhe materialet e tjera në shkollë, munden me marrë vetëm ato të cilat ju duhen në shtëpi, apo kur kanë projekte ose diçka tjetër. Nxënësat shpeshherë kanë edhe aktivitete në iPad-a apo edhe detyra të cilat edhe prindërit munden me i ndjek, kështu që shumica e tyre është online. Mirë, po gjithçka tjetër mund të vendoset në klasë, e cila është e sigurt edhe nuk ka nevojë me barë gjatë kohës. Po, dhe transporti shkolla e siguron apo? Po, transporti është i organizuar derë më derë. Zakonisht për prindërit është një lehtësim, për shkak se kolonat e ndryshme në mëngjes janë edhe pas dite, ja u lehtëson edhe atë proces. Po, nëse prindërit dëshirojnë me ditë çka tjetër ka të veçantë shkolla, për shembull keni edhe kujdesin shëndetësor, diçka të tillë? Po, kemi edhe psikologë të ndryshëm të cilët i kushtojnë shumë rëndësi shëndetit mendor dhe pjesës socio-emocionale që është shumë e rëndësishme. Në të njëjtën kohë kemi edhe shumë klube dhe aktivitete jashtëshkollore të cilat e bëjnë eksperiencën e nxënësave shumë atraktive, vizita studimore brenda dhe jashtë vendit, gara në të cilet fëmijët marrin pjesë si simulimin e kombeve të bashkuara. Tash kemi pas një grup të nxënësve në Vjenë, në Turqi, mandej kemi mundësi bashkëpunimi apo shkëmbimi me shkolla të ndryshme në vende të tjera, sidomos për nxënësit e shkollës së mesme, ku fokusi është zhvillimi dhe orientimi në karrierë. Mandej edhe diçka që është shumë e rëndësishme të pjesa e shkollës së mesme është edhe java e praktikës së punës, ku ata shkojnë në institucione të ndryshme dhe zhvillojnë aftësi profesionale në fushat ku ata dëshirojnë të studiojnë në të ardhmen. E di që kanë qenë në distancë nxënës në televizionin e juj, ku ata kanë pasur si është gazetaria, po janë, domethënë, disa fusha shumë të rëndësishme edhe aftësi profesionale që ne mendojmë munden edhe duhet me i mësu në shkollë. Po, mos harroj me përmend edhe infermierën e shkollës që e ndihmën e parë në rastet specifike, sepse janë fëmijë dhe mund të ketë edhe eksese ndryshme. Po, sidomos te pjesa e kujdesit shëndetësor, ajo gjithmonë e ofron kujdesin nëse ka ndonjë lëndim, gërvishtje, ndonjë reakcion alergjik, është gjithmonë ato për m'ia dhënë kujdesin e parë. Ndihmën e parë. Po besoj që prindërit munden me ardhmë u konsultu edhe live në shkollë drejt për drejt me juve edhe për çmimet. Po besoj që a ka ndonjë ofertë për prindë që kanë 2-3 fëmijë për shembull, a ka
A keni parashiku diçka të tillë? Po, zakonisht për disa fëmijë brenda familjes ofrohen zbritje të caktuara. Prindërit të gjithë mund të na ndjekin në rrjete sociale apo të na kontaktojnë në numër të telefonit. Mund t'ju caktojmë një vizitë, të bisedojmë me drejtoreshën tonë, apo dikën nga administrata dhe të marrin më shumë detaje rreth programeve. Po, dhe ka edhe fëmijë ndërkombëtar aty të cilët vijojnë dhe janë në njëjtën klasë. Po, janë domethënë të kombësive të ndryshme, sidomos tek programi ndërkombëtar për shkak të gjuhës, ka nga ambasada të ndryshme, misione të huaja në Kosovë, kështu që është një kombinim edhe i pjesës kulturave. Po, ndërkohë te programi i impaktit që përmendet në kurrikul të Kosovës, por që me frym finlandeze mësojnë edhe gjuhë të huaja? Po, sidomos pjesa e gjuhës angleze është goxha e rëndësishme, i japim një fokus të veçantë për shkak se e dim sa e rëndësishme është si gjuhë, mandej nga klasa e 4 të tutje fillojnë edhe me gjuhën gjermane, kështu që i kanë të paktën 3 gjuhë të cilat do të më zhvillohen gjatë shkollës. Cila është më sfiduese e lirë, shqiptarët të mësojnë gjermanisht dhe anglisht apo të huajt të mësojnë gjuhën shqipe, sepse dhe ndërkombëtarët të mësojnë gjuhën shqipe? Shumë e vështirë është për të huajt me mësu gjuhën shqipe, është diçka shumë sfiduese për ta, që nganjëherë dëshirojnë të sfidohen edhe me mësu disa fraza në gjuhën shqipe, mirë po është shumë komplikuar. Por mësuesit e gjuhës shqipe i keni shumë të mirë, më besoj krejt janë të mirë, po unë dala të këto sepse bëjnë një kontribut nga gjatë madh, sepse ta mësojnë gjuhën shqipe të huaj, është goxha sfiduese, dhe ta mësojnë me gramatik, me rregulla. Tamam me rregulla. Që ndoshta edhe na vetë kemi harru. Unë e kujtoj se edhe për neve ka qenë shumë e vështirë, pjesa e gramatikës edhe gjitha rregullave të cilat janë, se lema për të huajt, kështu që kanë mbetë edhe pak ditë kur prindrit mund të regjistrohen, regjistrimet mund t'i bëni edhe përmes rrjeteve sociale që i përmenit lira, Instagram, Facebook, po dhe aty është numri i telefonit. Po, mund të me na kontaktu direkt, ne mund të mi caktu edhe një vizit në shkollë, mund të shojnë ambientin nga afër, njoftohen me mësimdhënësit, me drejtoreshën, edhe me mësu ma shumë rreth shkollës. Edhe një pyetje të fundit, pushimet e shkollës lidhen me pushimet siç i kanë shkollat publike në Kosovë apo? Po, sipas kalendarit të Ministrisë të Arsimit. Okej, s'ka ditë sikur të Finlandës. Jo. Jo, i kemi të gjitha. Kemi njëjtë pushimet, edhe na prind edhe fëmijët. Po, si duhet për planifikim, besoj të ta familjeve. Si do qoftë, edhe njëherë për riteksojmë që numri, sidomos i klasëve në tranzicion, klasa e parë, klasa e 6, edhe 10 janë më shpejt të nxonëna, sepse më shpejt reagojnë prindrit dhe marrin regjistrimet, sepse është shumë e rëndësishme me theksu e dirë që në klasa nuk ka numër të madh nxënësve. Jo. Edhe nëse ka hapësirë, ju nuk merr një numër të madh nxënësve. Eksakt, është një numër i limituar i cili bëhet brenda klasës në mënyrë që cilësia të mbahet brenda secilit nivel. Për ata fëmijë që harrova me të pyet që kanë vështirësi në lëndë caktune, është menduar diçka më specifike me u punu individualisht? Po, kanë edhe plan individual të mësimit, sidomos fëmijët në programin ndërkombëtar, për shkak se si programi i tillë e ka atë hapësirë dhe resurset, edhe i ofrohet mbështetje shtesë, qoftë grupore apo individuale, varësisht në çfarë fushe kanë nevojë. Po, edhe ti paralajmërojmë prindërit që fëmijët të cilët janë pjesë e shkollës finlandeze gjithmonë bëhen pjesë edhe kampanjave të ndryshme humanitare, shëndetësore, që me të vërtetë është një krenari për prindërit kur fëmijët e tyre punojnë, punimet e tyre i fshesin dhe me ato të holla shkojnë për familjet në nevojë. Po, japim për bamirësi të ndryshme, tash së fundmi kemi pas një aktivitet me fëmijët të cilët nuk kanë kujdes prindëror, në të kaluarën kemi bashkëpunu edhe për vajzat të cilat janë të prekura nga kanceri i gjirit, e shumë kampanjat të tjera të cilat ne besojmë që fëmijët duhet i mësojnë, edhe janë çështje të cilat janë shumë të rëndësishme dhe prekin shoqërinë tonë, kështu që ata duhet jenë të informuar për ato. Lirën, falenderoj shumë për kohën edhe për informatat, në ndërkohë krejt ata që munden me të shkru, unë shpresoj që kush vjen prej familje unë të keni konsiderat. Patjetër, faleminderit shumë Saron, gjithmonë kënaqësi. Një konsiderat, sidomos kur kanë 2-3 fëmijë, e meriton se cile prind sepse ngarkesë e madhe edhe financiare për prindërit. Patjetër. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi. Dashur miq, kemi qenë bashkë me Edlira Dilbrane, nxirtare për komunikim në shkollën finlandeze.
Keni pas mundësi edhe javën e kalune me pa një material të panajirit të shkencës. Çdo vit shkolla kujdeset që fëmijët të përgatisen dhe ta kenë një temë të caktuar. Këtë vit e kanë pas të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen se si e shohin fëmijët në fushat të ndryshme, në art, në gastronomi, kudo tjetër, sepse vizioni i fëmijëve për botën e ardhshme është shumë influencë e madhe për atë se çfarë duhet punojmë ne tani. Dhe këtë e kanë pas mundësi përmes panajirit që është faqër. Materialin e keni edhe te familja jonë në rrjetet sociale nëse veç nuk e keni pa. Por kjo është vetëm një mundësi që fëmijët ta shprehin kreativitetin dhe t'jenë pjesë e të gjitha ndryshimeve dhe inovacioneve që ndodhin në botë, duke marrë pjesë edhe përmes shkollës së tyre. Edhe një herë të kësaj, shkolla finlandeze, Facebook, Instagram janë rrjetet sociale. Në ndërkohë, lokacionin e gjeni shumë lehtë, sa te rrethi i Prishtina Mall ose rrugës apo të filloni të niseni nga rruga vjetër për në Ferizaj, është shkolla finlandeze. Ato mund të shkoni fizikisht, i merrni edhe fëmijët me ju e ta vizitoni shkollën, të takoni stafin pse jo edhe ta keni një bisedë për regjistrimin e fëmijëve tuaj. Tani është koha të shkëputemi dhe të shkojmë bashkë tek rubrika e kuzhinës.